kalojmë tek receta e dytë. Çfarë do të kemi tani? Shumë të shpejta, shumë të shpejta. Unë do fillim brumin dhe më pas ekzekutimin. E lë pak edhe çokoladën, që më duhet për recetën tjetër, sikurse të vendos edhe orizin që më duhet që të zjej, që me ju të jem në kohën e duhur. Kam zëmbrumin për byreçkat. Kosin. Miell. Sod. Krip. E përzjej. Ju vjen ndërmend kulaçi. Kulaçi që është pak më moderna, e kemi thënë kulaçi do vetëm ujë sod. Më pas, nga i më i modernizuari, vendosim kosin, vendosim edhe vezën. Një vezë. Masat. Kur themi te gota, është e marrim me një gotë. Në fillim fare lëmë me pak miell në fillim fare. Derisa unë të krijoj atë masën që unë nuk kam vendosur tharmën. Çfarë është tharma, e di shumë që ju e dini, tharma është pjesa e majas që nuk e quajmë ne në thojza maja, por që është pa maja. Është pa maja. Më pas unë do të shtoj miellin. Atje jeku Joniki më sill edhe një miell aty të lutem. Miell në çdo lloj përdorimi, mund të më sjellësh miellin e kuq, miellin special që është për të gjitha, mund të mos sjellësh farina e kuqja që është pas një lloj arome dhe farina tjetër që është në limon edhe në portokall janë për ëmbëlsira. Del një masë kremoze të lumshin duart. Të kishim të hapur, kështu që më mirë mos hapim. Ja shtoni tani këtu. Pra, e zëm brumin në fillim fare që të jetë mielli super rolla me paketimin e kuq. Do ta lëm pak brumin që të qetësohet. Patjetër. Se kemi dhe shkëputjen e radhës për të vazhduar pastaj me do të shtoj direkt. Mbushjen që unë ta kem gati. Pra djath, nëse s'keni djath vendosni gjizë, si të dëshironi ju. Pra, receta më bazike si nuk të themi për byreçkat. Mund të vendosim edhe bimë aromatike, si të dëshironi ju, Do të shtoj pakës vaj këtu, dhe gjallë punë shtoj të peta. Lëm të pushoj pak brumin që zum dhe mbushjen po ashtu e kemi gati. Gjizën, djathin, vezë, krip, piper. Ja ku e kam të këtu. Është, okej. Me ato çokoladën, çfarë do bënim dhe njërë? Me çokoladën kam ëmbëlsirën. Se shkrira aty në banjë Mari. Po. Avu. Gjë që ka vendosur ujë, tenxhere, marë një enë të qelqët ose inox, dhe vendos sobzat e çokoladës. Përzierja është domosdoshmërisht me lugë. Të tretet çdo pjesë. Edhe jo lugë druri. Unë do të thosha më e mirë është kjo lugë se sa silikonit. Si luga e drurit dhe silikoni kanë problemet e tyre në nxehtësi. E largoj se nuk më duhet. Dhe normalisht këtu kemi brumin, po ndoshta duhet ta thoma më tepër. Me brumin, tani patjetër, pra punohet gradualisht, duke shtuar diku te ju keni 300 gram miell.
Pra si që e patë, e shtojmë mielin gradualisht, jo që në fillim, po sasit dhe masat janë këto, i lexojmë së bashku në recetën e shkruar, do t'jetë gati për byreçkat e shpejta, me gjizë, me djath, me vezë, me këto mbushjet bazike që mund të përgatiten shumë kollaj. Mjafton të dim brumin, konsistencën e tij, përbërësit që i shtohen tek mielli, përbërësit kryesor, siç është mielli, kosi, në zumë me kos brumin dhe një recetën regjia. Pra, në këtë formë. Ne në titullin e recetës, kujdes lëngun e orizit. Në recetën tonë kemi të shkruar pite krokante, të mbushura me gjalp, djath, gjizë, pak sot buke për tek brumi, mielli, veza, kosi, dhe me radhë, krip, piper të zi, vajin, dhe këto të piqen do t'jenë të mbushura në formën e byreçkave apo të piteve dhe do t'jenë krokante nga jashtë të buta me mbushjen e shishme nga brenda. Pa dyshim që mielin, brumin do ta lëmë që të markohen e vetë, pushoj pak që na dalin ashtu siç duhet, pasi ti kemi punuar hapur brumin e me radhë. Me orizin, ishte ëmbëlsira me orizin apo është tjetër recetë? E vendos sërisht. Dhe është një ëmbëlsirë që është vetëm me 3 përbërës. 2 janë më kryesorët, sepse kakao është spërkatje. Oriz, çokoladë. Okej. Çokoladë mund ta keni kuvertur, mund ta keni edhe çokoladën e zakonshme, që është me qumësht. Nuk përbën asnjë lloj problemi, vazhdoni kim. Patjetër që çokoladën e kalon në banjë mari për të pasur orizin, një shplarje shumë të mirë. E vendosni direkt në ujë të ftohtë të ziej. Të jetë një zjerje e avashtë, që masa që ne duam të jetë e mpiksur mirë dhe kokra të jetë e zbërthyer, aq sa mesi, zemra e orizit mos të jetë e fortë. Ktu është prandaj ky procesi që zihet avash dhe në ujë të ftohtë. Unë e di shumë mirë që dikush do thotë nëna ime. Edhe nëna ime bën të ndryshe, edhe çdo nën e sjell ndryshe dhe ne mendojmë dim vetëm shijen e nënave tona, por e duhura është orizi i ftohtë, të jetë avash derisa të zbërthehet. Një shplarje shumë e mirë dhe nëse doni jo, shumë mirë mund të vendosni pika limoni që të ruaj patjetër konsistencën e vet, sikurse edhe ngjyrën dhe të jetë e shkoqur. Unë nuk e dua pilaf dhe prandaj e lë në ujë. Nëse ju nuk donit ujë, shtoni qumësht. Por nëse ju dëshoni qumësht, do jetë sikur po bëni sultjash. Tani, e lë dhe lajduart. Punojmë brumi dhe presim pas reklamave të jetë gati për t'i mbushur për të pite dhe më pas për t'i skuqur ato. Kështu që ka një publicitet tjetër të sponsorëve tanë dhe rikthehemi për të gatuar pitet, më funduar ato dhe ëmbëlsirën me oriz. E largoni dhe vendosni në frigorifer. Në të kundërt, nuk e vendosni fare në furrë, direkt në frigorifer. Pra ajo të mpikse, të bëhet një masë. Vendos tiganin dhe një pjesë gjalpi. Do t'i pjekim, skuqim diçka. Pra duhet ajo lyrja e parë, se pastaj pitet e tjera marrin pak nga ajo ndyra, nuk ka nevojë shumë për vaj. Kemi bërë një mbushje të tillë dhe ta shohim edhe një herë së bashku për mbushjen e këtyre piteve të shpejta. Rëndësishme është të jetë brumi i duhur dhe pastaj mbushja është një mbushje thjesht bazike me gjizën, me djathin, një kokër vezë gjithashtu, kripën dhe piperin për të rregulluar shijen. Ndërkohë, për brumin kemi zënë me kos, kemi shtuar pak sot, kemi shtuar sasinë e miellit. Dhe pastaj ju e gjeni, meqense nuk e kemi tani, e gjeni në kanalin tonë në YouTube edhe mënyrën e përgatitjes së këtë recetë. Pjesa tjetër. E keni gjithmonë dhe çdo recetë tjetër të përshkruar më së miri. I mban të shkrifta, sasia e gjalpit. Lajduart. Bëjmë mbushjen e duhur.
Ndërkohë që bëhet gjalpi, ne bëjmë mbushjen e 2 piteve të para. Kam vënë nxehtësinë. Gati e kemi edhe musakan për ta sjellë këtu. Po të doni Këtë proces të e kaloni me bim aromatike. japim ato trashësinë e dur. Ndërkohë që ajo pite fillon edhe të skuqet aty në vaj, do të sjellim këtu tek tryeza që e kemi më të lirshme, me pak sende. Do të sjellim musakan, recetën që përgatitëm të parën sot, se e shoh që ka marrë Edhe atë e largon, se duhet në frigorifer, kaq. Ta largoj.